Që Gjermania është gjithmonë faktor, ajo nuk diskutohet sepse Gjermani vetëm minutën e fundit dhe as minutën e fundit, sekondën e fundit lufton, vrapon dhe tjetër dhe 3 gola mbrapa. Pra nuk dorëzohet kur, është një popull, unë jetoj tu kaq vite dhe di shumë mirë domethënë këtë mentalitetin dhe karakterin e këtyre si popull, që këto pretendojnë dhe luftojnë deri në fund, deri në sekondën e fundit për të arritur diçka, kjo nuk diskutohet. Ai ka kualitetet, ai ka balancat, ai ka atë përgatitjen mentale, fizike, leadershipi, e ka stafin teknik në atë gjendje sa ta fitoj kampionatin botror. Për mendimin tim akoma jo. Jo, mua nuk më bind. Mungon leadershipet e kjo skuadër. Pati një kundërshtar shumë modest përpara. Pra një kundërshtar që di edhe megjithatë ai kundërshtar 30 minuta e vurin vështirësi Gjermanin. Pra, në qoftë se do i kthehemi ndeshjes, 30 minuta lojë ishte 1-1. Ai kundërshtar të shënoi gol. Ai kundërshtar të bëte presingun ofenziv dhe Gjermania kishte probleme me dal. Pra, kur ai kundërshtar të bën kështu probleme, atëherë çfarë presim ne kur të luajmë kundra Francës, Spanjës, Portugalisë, Argjentinës, Brazilit, e ku ta diun, s'po i marr me radhë ekipet elitare, qoftë edhe ekipet më pak elitare, Gjermania do ketë probleme. Megjithatë thash, e the shumë mirë, Gjermania është gjithmonë për surpriza e mirë, nuk është se nuk ka kualitete, po edhe super kualitete siç ka Franca për shembull. Franca ka super kualitete, i ka mbi ngarkim kualitetesh. Sa ai do ketë dhimbje koke këtë fusi këtë po atë. Po që i duhet një ekipi kombëtar në ndeshje të tilla, pra në kompeticione të tilla, sepse ti ke shumë ndeshje të ngjeshura dhe ty duhet çdo lojtar dhe ne e pam te Franca. Sa futi Barkelan, bëri diferencën. Dhe ti si skuadër do të kesh patjetër 15, 16, 17 lojtarë që të jenë një nivel. Franca e ka këtë. Gjermania nuk e shoh. Te Spanja, them drejtën, 2 pikat kryesore të fitimit kampionatit evropian para 2 vjeteve ishin Lamine Yamal dhe Williams. Pra këto 2 i dhanë atë shtytësën e fundit skuadrës për ta fituar. Yamali ishte gjithkohon i vrar, u fut ato minuta që u fut, ta shohim në ndeshjet në vazhdim, po Spanja atë ndeshje e mori shumë lehtë dhe më duk shumë e lodhme, shumë pak e freskët. A janë vërtet lojtarët e shumë të lodhur, apo ishte thjesht një ndeshje që ato nuk ishin marrë shumë seriozisht, nuk donin të shpenzonin shumë energji, atëherë është për të parë ndeshjen e dytë dhe ndeshjen e tretë te ekipi spanjoll, që ka kualitetet dhe për mua është pretendent bashkë me Francën kryesor për ta fituar këtë kompeticion, nuk diskutohet.